Parimisht dua t'ju them që i tërheq vëmendjen gjithë publikut të mos eklipsohet nga ky teatr i vazhdueshëm, nga kjo telenovelë. Opozita dhe konkretisht Partia Demokratike do t'i njohë zgjedhjet, nuk do t'i kontestoj faktikisht ato. Sepse në shtator, Sali Berisha me deputetët e Partisë Demokratike do t'jenë aty në parlamentin e dal nga 11 maj dhe prezenca e tyre duke marrë mandatin do legjitimoj juridikisht dhe faktikisht zgjedhjet e 11 maj. Pra, nëse nuk do të njiheshin zgjedhjet, Sali Berisha deklaroi që nuk e merr mandatin. Në momentin që ai do pranoj mandatin bashkë me shpurën e tij, automatikisht ai ka njohur zgjedhjet. Tani, unë do i përmbledh në 3 fjali shumë shkurt, duke mos ju marrë kohë, o do ju luta që mos i ndërprisin se kam një qasje shumë interesante. Kjo është një lojë e paracaktuar dhe një rezultat i paracaktuar, që do të thotë, Rama mori aq deputet sa deshi, Berishës i dha aq deputet sa deshte, në lojë futën ata të cilët deshën t'i fusin lojë dhe nxorën nga loja politike ata të cilët nuk ishin më në tepsin dhe skemën e tyre.